Për 2 net me radhë në Leskovik dhe Ersek është mbajtur festivali kombëtar I sazave, ku grupe folklorike nga gjithë Shqipëria performuan këngët dhe vallet tradicionale. Një festival që është kthyer në traditë tani më që organizohet për të disatin vit radhasi në Kolonjë, synon të mbajë gjallë vlerat kulturore dhe artistike të krahinave të ndryshme. Këtë vit festivali të zhvillohet në 2 ditë, marrin pjesë 12 grupe dhe kemi gjithashtu dhe 2 grupe të tjera përshëndetëse. Për herë të parë kemi Valet e Liçenit që vjen pikërisht nga Struga, na vjen nga Maqedonia, dhe një grup përshëndetës gjithashtu nga Kosova. Artistët e mirënjohur, të cilët I përkasin skenës së muzikës popullore prej më tepër se 30 vitesh, tregojnë se ky festivali bën një nder të madh sazeve, pasi fokusi kryesor ngelet tek trashëgimia nga njëri brez tek tjetri. Kemi ardhur të kultivojmë edhe ne 2 valle. Një kemi quajtur vallen e Gajdes të Latorishtit, po edhe një tjetër me vallen e Beraçës. Është valle Beraçës që në ndër breza është luetur te ne. Instrumenti është një gjë e dashur për mua, një gjë e bukur, që është muzika që mund të pyesim, është edhe instrumenti. Çfarë është muzika? Është edhe instrumenti. Gjithmonë me instrumentin, sepse instrumenti nuk mund të thuash muzikë. Ky festival padyshim që është një kujtesë e thelluar e muzikës dhe artit tonë të trashëguar, e cila shpaloset në këtë skenë që padyshim është privilegj I artistëve për të qenë pjesë e këtij festivali. Festivali kombëtar I sazeve në Kolonjë riktheu edhe një herë vëmendjen te pasuria e trashëgimisë sonë shpirtërore, një traditë që synon të mos mbetet vetëm kujtimi së shkuarës, por të përcjellet te brezat e rinj si identitet, kulturë dhe krenari kombëtare.